Këtë mbrëmje Lori dhe Ola kanë nisur të flasin për përplasjen e tyre për Jozin, pas situatës së krijuar një natë më parë ku ajo kërceu me ish partnerin e Lorit. Nëse unë doja të lëndoja Lorin kisha bërë gjëra shumë të mëdha, tha Ola teksa fliste për situatën e saj me Jozin. Menjëherë ka reaguar Lori e cila i tha me ironi, pse çfarë prisje të bëj? Ti e ke të vështirë refuzimin, unë gjë për inat s'po të bëj, tha Ola. E kam sepse e dua, iu përgjigj Lori. Jam i sikletosur nga kjo situatë, jam i qartë me ndarjen mes nesh, unë kërkoj që mënyra e të folurit me Lorin të jetë me respekt, tha Jozi. Ti ke ardhur të më denigrosh, asnjëherë nuk do të flas me qetësi, iu përgjigj Lori. Pjesë nga debati. Ola, si Jozi dhe Loredana më kanë thënë që e kanë mbyllur marrëdhënien me njëri tjetrin, por mbi të gjitha unë e shikoj reagimin e Loredanës, e shikoj që ajo lëndohet dhe gjithë shtëpia më ka thënë mos se po lëndon Loredana. Nëse unë do të kisha qëllim që të lëndoja atë kisha bërë gjëra edhe më të mëdha. Loredana, çfarë do të na bëje tjetër? Ola, unë doja të kërceja. Doje të hipje ti në karrige? Nuk do të marr ty leje. Loredana, ti nuk kishe kur ajo të vije tek unë edhe të më flisje si vajza vajzës. Ola, ti ke shumë të vështirë refuzimi. Kërkoj llogari Jozit, jo mua. Nuk po të bëj asgjë për Ina. Vetë më ke futur në debat. Nuk të kam sulmuar kur. Jozi, e vetmja gjë që kërkoj nga Loredana është mënyra e të folurit me respekt. Nëse nuk ke respekt mos fol fare. Loredana, je një hipokrit i papar. I qan hallin e Glitakos kur më ke mua këtu përballë që po të them po më çmen. Nuk e di si po mundem ta kaloj këtë situatë. Po ta them si njeri mos e bëj dhe ti vazhdoni bën prandaj gjithë kjo urrëtie që un kam ndaj teje më del në llafe.